Shirat e ditëve të fundit ka vënë shembul një pjesë muri dhe harku në shkallët përballë skenës së festivalit në Kalan e Gjirokastrës. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Spartak Drasa ka pohuar se shkaki i rrëzimit është bërë lagështia e shkaktuar nga ngareshjet e ditëve të fundit. Shembja e harkut ka ndodhur në pjesën e lidhjes së murit origjinal, me një pjesë të restauruar në periudhën 1970-1980 dhe sipas tij dy janë arsyet e kësaj shembjeje. Së pari, rreshtit e vazhdueshme e kanë mbymuar murin, duke shkaktuar dëmtimin e llaçit lidhës, dhe së dyti fakti që qysh kur është bërë restaurimi i fundit rreth 35 vite më parë, kjo pjesë e kështjellës nuk është hidroizoluar për të ruajtur kompaksinë e murit në këtë pjesë, që është edhe harku më i madh i objektit, me 4 hektar të njëpasnjëshmëm, tha drejtori i monumenteve Spartak Drasa. Kemi një dëmtim të një prej 4 harkjeve, një dëmtim që erdhi si rezultat edhe i materialit që është përdorur dhe më përpara, që është edhe shumë i dukshëm, që është vetëm gurë dhe me baltë dhe gjithë lagështia ka deportuar brenda këtij muri. Ka filluar hartimi i një projekti tjetër të hidroizolimit rreth 3500 metër katror në të gjitha ambientet e Kalas. Megjithatë, pavarësisht domethënë pritjes përfundimtare dhe kalimit të këtij projekti, Drejtoria Rajonale vetë do të fillojë restaurimin e saj, duke zbatuar kryesisht kriteret e veçanta të restaurimit, por edhe me fondet përkatëse të cilat janë në fondet e mirëmbajtjes. Zyra për administrimin dhe koordinimin e qytetit Muze të Gjirokastrës, e cila ka dhe administrimin e kështjellës me statusin monument kulture, pohoi se rënimi i këtij muri është bërë gjatë natës dhe kjo ka bërë që shembja e tij të mos rrezikoje jetën e vizitorëve dhe punojësve të shërbimit që lëvizin gjatë ditës poshtë këtij muri. Kalaja e Gjirokastrës e ndërtuar fillimisht në shekullin e 12 dhe rindërtuar nga Alipash Tepelena në periudhën mes viteve 1805-1809, mban statusin monument kulture i kategorisë së parë dhe gjendja e saj paraqitet në përgjithësi e mirë. Ajo deri tani është dëmtuar 2 herë dhe dëmtimet kanë qenë në muret e saj rrethues, të cilët tashmë janë restauruar.